Shpend, ke një podcast shumë të suksesshëm, ta njerëzit e politikës që dojnë me promovu veten, e dinë se ku me shku, i ba si go to në treg. Ke një sukses shumë të madh, edhe e di që e ke arrit çdo gjë vet, po desha me ditë kujt e falenderus. Falenderus jam atyre 2 personave që më kanë ardhur vlla nga hiçi. Do të thënë, jemi bërë një skuadër që na ka bashkuar rastësia, Zoti le ta themi. Edhe më kanë thënë vetëm një që Shpend Gashi ti do ikësh nga media, po s'ke për të qenë një zë që do humbasi si të tjerët, kështu që na ke neva. Se gjithë tani pasi të gjojnë këtë pyetje do ishte Snoop Dogg, I wanna thank me e gjitha me radhë. Po. Vetën ka vite që e falenderoja, kupton? Por që po, janë 2 persona, Buçi dhe Bulthi, nickname-et që jam shumë falenderus që më qëndrojmë pranë, më kanë qëndruar pranë. Domethënë dy ortakët e mi, 2 vëllezërit e mi që ne veshtojmë para atje, 3 veta bashkë me Bletën që na është bashkuar, Grenza që na ndihmon me postproduksionin e gjitha. 4 veta jemi lajthaj. Po bëjmë punë të madhe sa për 4 veta që jemi. Të kuptoj. E ke nis prej zeros me një grup njerëzish që ta kuptojnë mendsinë. Sa vështirë është me nis një diçka prej zeros, një startup. Edhe a mundesh me nis një startup me 0 lek? Në rastin tim e kam nisur me 0 lek, sepse aty kam kuptuar që Gashin e duan ca persona realisht. Domethënë e duam shumë se sa lekët. Edhe më e bukur ishte që vinte Buçi, thoshte vlla, këto i ke nga unë kompjuterat e internetin. Bulthi erdhi, solli mikrofonat, një kompjuter tjetër. Pastaj Buçi mori këto monitorët e gjitha me radhë. Pastaj merr një shok i babit i fëmijërisë, thotë kam parë atje, kam fabrikën duke mbyllur, hajde merr tavolinën e gjitha. Pastaj vjen Vilson Kulemani, thotë Gash kam bër parketin dhurat vlla. Do vi ta shtroj, ka ardhur me motorën, ka çuditur shumë vlla, motor e vlla duke shtruar parketin te puna ime ishte, domethënë është një nga imazhet që un kam për ta mbajtur më të jetën time si imazh, domethënë çfarë familje e bukur e çfarë vllaznie që atë se po ndihmojmë shokun, ka ardhur Samir Strati, më ka dhënë idenë e kompozimit e miki babait. Pra, aty kam kuptuar që sa i pasur jam, nuk të duhet shumë lek vlla, domethënë për me hedh sa të duhen burimet njerëzore edhe të betohet Shpendi, aty kam kuptuar shumë gjëra që leku është i rëndësishëm, po nuk është më i rëndësishëm, po nuk patë njerëz që të duan vlla, s'ka vlerë leku fare. Ti bësh ti po i hedh gabim. Ti kisha 30.000 euro, 40.000 euro, ti kisha po prap s'do kishe shpirt gjëja. Dhe ajo gjë është bërë gjitha me dorë, ti e di shumë mirë. Atë murin që është koreografia ime, është lyer vet, është me shkum deti, e ka hapur Bulthi. Kemi bler sa gjona në Megatek, që pristin bukën e peshkut e gjitha, më thon art. Nuk i diet sa xhinse dhe sa atlete kemi prishur nga boja. Se unë s'di as me lyj mira, kupton. Filloja lyje boja. Prite, instaloje, gjitha me radhë. Pra, ishte stash pune. Dhe e kam shijuar në maksimum. Domethënë, aty podcasti, asaj lloj hapësire unë e njoh me detaje kapilare, se ku shkon një tel, ku vjen tjetri, nga vjen hyn ajri, nga vjen zhurma, nga zjen zhurma. Domethënë jam nuk e di vlla, më ka transformuar si njeri, domethënë përbrendshme. Pra, nga një njeri që kisha ëndra të shkoja këtu se do vez, do punoj, do bëj kaq lekë të gjitha, apo mund vesh të punosh edhe tjetër në një kompani tjetër CEO, më the tash, kam kuptuar që nuk ka, domethënë aty është familja ime, ai podcasti tani është familja ime. Aty që kam kriju unë. Më the që më përmend e pjesën që e shijoj këtë proces, si më thon. Edhe pavarësisht se i bëj suksesin, prap mund të kisha thënë je akoma ndoshta një fazë underdog, si më thon. Edhe në fazën e underdogut, që jam edhe vet, shpeshherë harrojmë me shiju procesin ose momentin. Edhe kur bën atë suksesin, më ne them sa bukur kena kanë. A ke një moment që nalësh edhe thu sa bukur jam të ja kalujtesh, apo jeton kohën me sy te targeti që ke në të ardhmen? Të besoj që unë s'kam pas kur target. 0. Pse? Unë nuk e kam ditur, bëdhen njerëzit fillojnë, nga që unë kam miq në media, thot Gash, po janë gjitha të ftuar më vlla, duhet plotësuar koha, gjitha me radhë. Vlla ajo të ka qenë dyst. Po e ka menduar që do vinë vlla njerëzit dhe do futen këtu sa s'mendoj fare, domethënë të marr ty sot, do vish nesër po. As me dhon lek, as me si lloj. Do vish bëjmë një bisedë bashkë, marrëm puna,
kam vajtur 209 video kur i shikoj tani të more. Unë i kam bërë gjitha. Se të stresit, unë nuk kam lënë veten që të më kapi stresit, më kapi ankthi. Po sikur dështoj, po sikur të bëj. Dështove, do të hapësh diçka tjetër, do të gjesh diçka tjetër. Çfarë dështimin xhep e ke? Shiko për bësh një gjë të madhe para për veten tande, a kupton? Dhe kur e shikoj vëlla, domethënë pastaj është klienti sjell klientin, le t'i quajmë klient. Pra kur vjen Xhulio dhe del mirë, do të një tjetër me dal mirë. Plus se aty kam krijuar edhe profilin e shpendit. Ora si është gashin me të vërtetë, se e kam parë gjithmonë për debate televizive, publike, politike, agresiv, XY, po jo, po ky është mesaliun, jo, po ky është shumë agresiv, jo, po është arrogant e gjitha me radhë. E nuk më kam parë njëherë qeshur nëpër media. Kurse te podcastin ti e ke gashin si ç'është vëlla, me të qeshura, me mërzitura, me mlef, me gjitha me radhë. Pra, kur më shkruan njerëzit, kur më ka ardhur Arben Male, me Arbenin kemi rubrik, me ish ministrin kemi një rubrik një herë në muaj vjen tek una, kupton? Se ka qef me ardhur aty tek neve. Edhe është një nga podcastet, ma kanë thënë që është më i suksesshëm. Domethënë për nga ana elitare është bë elit, domethënë aty është çdo lloj gjëje ishte elit vëlla. Domethënë dy njerëz që diskutonin në mënyrë elitare me njëri tjetrin. O gashta, po më kishte thënë vëlla për ty që ti ishe çakmak, po s'na doli ashtu. Tash un çakmak bëjmë atje ku duhet. Pra, unë jam agresiv pasiv vëlla. Unë jam për kundër sulm. Domethënë, më sulmove të hidhem nuk të fal. Veti pare nuk godas kurrë, për aq kosa ti vjen në shtëpinë time, kemi një traditë domethënë që vjen në nodën time jemi miq. I ka arsi mik. Kështu që hajde bëjmë një bisedë shumë të bukur me njëri tjetrin, që të dalim të dy mirë. Dhe fakti që e kam parë atë originalitetin tim që unë nuk kam skenar, ti e di shumë mirë, zero, unë s'di për çfarë do flas. Domethënë, vjen Xhulio, po hajde e gjejmë rrugës. Titulli vendoset rrugës. Pyetjet dalin rrugës. Kam kuptuar që jam dhe dëgjues shumë i mirë, përpo se jam folës shumë i mirë, jam dhe dëgjues shumë i mirë vëlla. Dhe unë të dëgjoj, nuk rri me telefon në dorë, të rrit merre me ty, mbarove ti siç ma bëni mua në media. Nikte plani nga gazetarja fliste me dashurin. Ndërkohë që mua bënte pyetje për grën globale në Persi. Nuk i bëj këto se duhet të ndihesh mirë ti. Domethënë, ai kontakti është i mirë sepse dukesh i rëndësishëm, pra unë po të dëgjoj ty, ti po më dëgjon mua, ti po i flas dikujt. Dhe kjo ka bërë që vinë njerëzit, vin prap, kam hapur rubrika, pra Gent Begon, që është elit në regjizor mbaruar, regjizor me rezultate të larta, apo bën drama tera, Pitani e gjitha me radhë, apo Marini, apo Goxhaj, apo Eral Buneci. Domethënë kam lënë edhe me avokate, me gjitha, me kujtim Cakrani, po kujtimi nga që është lart poshtë me gjyqe, me gjitha nuk i gjen dot një orar sakt. Dhe jam shumë i hapur vëlla me kriju gjona edukative. Që do të thot flet me avokatin. Mësove dy gjona për undergroundin politik. Kur flet me Begon, humori nuk është vetëm me çara. Humori është edhe me sarkazëm, është edhe me krijon një spekulim fantastiko shkencor, pra ne kemi zbuluar konceptin e Sazan Katrazit. Domethënë Sazani, ishulli që do me marr Kushneri, ne kemi bë Sazan Katraz, ti fusin gjithë njerëzit me tru, ti fusin burg, ti lëm budallën në Shqipëri, kupton? Dhe unë kam gjetur rolin e policit Sazan Katrazit, ai është Dragoi, pra ky vetë Dragoi që bën çiçin në mëngjes, domethënë e bën Dragoin si Dragoi i Shrekut. Pra bën çiçin, pi një kafe, hungri, një herë nxjerr flakën, edhe shikon ecën mbi Sazan Katraz. Pra kemi shpikur personazhe, Zhbollunga, Karapin Xhinxhi, gjithë me radhë çfarë mund të jenë personazhet e Sazan Katrazit dhe ecën vëlla. Sepse janë personazhe të reja, pra ato janë alegori, në thelb janë alegori, pra kush është Karapin Xhinxhi? Domethënë është një buf që s'di as lloj, di vetëm të hajë, di vetëm të shaj tjerët. Kjo është stereotipe. Kjo është, ne kemi goditur stereotipe. Pra, a jemi në një burg të madh vëlla? Po hajde se po hapim Sazan Katrazin. Apo me Eral Bunecin, më thojti mua një televizioni shqiptar nuk bën për astronominë dhe astrologjin vëlla. Edhe unë kam marrë një djalë super talentuar, super inteligjent, që ka pranuar jo se unë i kam dhënë lekë apo unë jam i famshëm, por ka pranuar se jetën energjia me mua vëlla, dhe bëjmë rubrikën çdo të martë në orën 7. Ai në Kanada, unë këtu. Pra flasim për syrin e tretë, flasim për vrimat e zeza, flasim për shpejtësinë e dritës, flasim po sikur të hapësh ti toka shesh, toka e rumbullakët, po me argumentim fizik vëlla. Jo me argumentim shiko se e kam lexuar këtu. Ai ta tregon me formul. Pse jo, pse po, pse qysh, pse tek. Pra, kam arritur të bëj diçka që mungonte. Kur jam bërë për herë të parë pedagog, që vajta për herë të parë pedagog,
E di cili është betimi I parë që I kam bë vetes vëlla. Do jesh ai që s'pate kur vet. Domethënë një pedagog që ti do doje ta kishe pedagog, edhe bëu ti tilli vëlla, ja, ke mundësi. Edhe problemi, unë kam kaq vite që nuk shikoj televizor. Sepse janë aq më tepër kam punu në televizor edhe di shumë mirë se çfarë maskarade është. Çfarë është pas kuintave, çfarë pisliku bë, çfarë perversioni, çfarë kurvëria në masa ekstreme që përfshin të dyja gjinit. Se s'është vetëm seksuale kurvëria, është edhe shitje interesash e gjona me radhë, shit shpirtin. Pra, unë e kam refuzuar atë. Jo se nuk diet se unë kam pasur oferta për të komercializuar në Top Channel vëlla që më shikojë ti mua tani me 200.000 veta në Instagram, a kupton? Po nuk do isha gashi, do kisha vrarë gashin vëlla. Atë kam zgjedhur të bëj gashin, të krijoj një hapësirë timen që fatmirësi Zotit po ecën. Ti e the që je underdog, jo vëlla, underdog jemi të gjithë. Edhe unë underdog jam vëlla. Mbaj mend një mikun tim të fëmijërisë, Olsian Buzin, e Buzi Storit, është miliarder sot. Po, më ke thonë. Edhe më të prove, e kam kuptuar dhe që isha bo miliarder pasi punova në 6-7 vjetë vëlla dhe ngrita kokën kisha ndërtu mal. Edhe puna ime me podcastin vëlla. Unë jam duke punu për ditë. Tani jam duke mendu, duke fol me ty dhe menja ime është atje akoma, që do bëj nesër. Si do dali premiera sot, në orën 9, kupton? Jam aty vëlla, jam vetëm aty dhe kur ta shikoj që ajo do ketë marrë për masa që do kem të punësuar, do kem rubrika të tjerë, njerëzit do shkulin flokët për të më dhënë para që dalin tek unë atëre, aty pastaj do ta fshi fare që po ka rrit një maj do të shty majën, se po hypen maj do biesh pastaj, do të shtysh majën, do të gjesh gërmosh, bësh të gjë tjetër, mos ngelesh kurrë në vetë kënaqësi. Po ngelen vetë kënaqësi vëlla ke mbaruar, ke marr fund. Edhe unë të rjetën jam student vëlla, e të rjetën kam përqen underdog. Kuptoj. Kështu që mreti është merr kurorën, do ta heqin kurorën. Kurse neve jemi mirë vëlla, underdog gjithmonë kemi përcënuar. Kemi shumë rrugë para, jemi shumë larg objektivave. Më the që, si më thonë, në një moment të lëpava që kam 209, 210 video, dhe kur I bana këta. Po e kundërta, a ke frikë njëherë prej suksesit? Jo fare, zero. Shikoj. Po pse do rrish underdog atëherë, gjithkohës në qoftë se s'ke frikë prej suksesit? Jo, nuk qëndroj underdog se kam frikë ndaj suksesit, edhe kur ti je mreti do sillem si underdog vëlla. Po çështja mentaliteti ja. Domethënë ti duhet ta mbash urinë zgjuar. Nuk duhet ta lësh urinë të ngopesh. Okay. Po ngope vdiqe, mbarove. Unë du me lënë urinë zgjuar. Pra ku mund të hidhem, ku të bëj diçka tjetër, underdog pra. Mos ke pse del, që për një pip. Ti ke të gjitha. Ku do më tregu? Do më tregu idiotëve që ke para. Shijoj, mos I tregon njerëzve. Je I suksesshëm mbaj për vete, kush ti bëhet qevi, non mba vlla janë që të bëhet qevi. Tjerët kemi parë shokët ta nuk na japin një like. Një like o zotri. Edhe janë pare që shajnë. I kam të vërtetuar me fakte. Shokët e mi shpërndajnë podcaste tjera. E nuk shpërndajnë shokun e vet. Kuptoj. Do të thënë, shok se kemi ndar vese, kemi ndar kohën e humbur, në rini e gjitha, po si e shoku im vlla. Ti pas ke pasur nevojë për mbështetje se ta paska var njëri. Unë I fituar jam me ty, se unë e mora vesh kushje. Po ti çfarë do bësh me shpirtin tat? Ke për të jetuar të rjetën me veten, se unë kam për detyrë të shkputem, të heq qafe, takoj më, po ti si do ta durosh veten? Unë se kam ngritur në kurriz të njeriu atë podcastin, valla, biznesin tim. As kam largu njeri, as kam afromuar, çam janë largu. Se marr dot përsipër, mbaj dot ngarkesë, vlla, miru pafrin test mbar, nuk prish ngoj me njeri vlla. Problemi është vlla që unë vazhdoj para, tek pulli vetëm. Çekiçin sepse jam I bindur vlla që asnjëri nuk I bëj çeve për suksesin tonë. Jam I bindur. Pse? Jam I bindur sepse I kujton shikojnë mjerimin. Mos guximin e tyre. Shikojnë mjerimin e vetes tyre vlla. Është pasqyrë mjerimi. Suksesi jote është pasqyra mjerimit tjetrit. Është buxhetore, është rroktar. Është futur në rabbit hole, është futur në atë idiotësinë që do martohem tash do bëj një fëmijë me një femër që më rri LPP që 4 vitet e para, pastaj nxjerr kokën si kuçetër pas 7 vitesh, a kupton? Si kemi parë se shohim shok gjona të martuar, të palumtur, e tradhon njëri, tradhon tjetri, rriu, griu e gjitha punon rroktar e gjitha, po e kam siguri unë. Ku e ke sigurin të rroga? I teket shpendit sot të heq nga puna. Një muaj të rish pa punë në Tiranë, të thellon borxhin. Formul. Se s'ke likuiditet. Që më mirë punon të vetja. Bukën me vete.
S'ke lek për të ngrënë bukë vlla në restorane në përgjona, bukë me vete. S'ka turp. Të merr Xhulja do ikim, do dalim sot në blok, s'ke lek, mos dil. S'ke paket, pije me dredhur të araboshi. S'ke as për ata lër duhanin vlla. Mos u legenos. Edhe punojmë, se shtriva dorë njeriu të merr televizion, se na u bë një lloj dallavere këtë sezon. Na mbajten me rrena, do ju jap kaq rroge, do ju japi kaq rroge, sa u dogjën ofertat e tjera, sa me kohë me gjitha, të kishim kërkuar edhe. Mendon se do na fusin në kurth. Të tjerët e hëngrën kurthin, a kupton? Profja hapit vetën. Pra çështje mentaliteti o Xhulio. Dhe si e keti self-esteemin, si e keti mentalitetin. Unë se var njeriu, nuk i varem njeriu në qafë, nuk e pretendojnë që ti do bësh punën për mua. Nuk kam shpresë fare, e kam mbyllur 22 vjeç, 23 vjeç e kam mbyllur me shpresat ndaj pritshmëritë ndaj tjerëve. Do më zgjidhë ky punën. Asnjë nuk zgjidh punën. Shokët, neve kemi edhe një gabim për konceptin e shoqërisë. Jo të gjithë janë shokë vëlla. Shokë janë sa numrat të gishtat e dorës, as ata janë. Ku kemi provuar ne shokut një herë në vështirësi. Kohë të mira jemi të shok me gjithë Shqipërinë. Kafe, sloboda, të bësh qef. Çik merr një budalla aty poshtë. Hajde thoj se kemi ca lek për të prishur ndrimadh, të betohet, po nuk kalove pushimet më të bukura të jetës tënde me atë që se njeh. Kur ke hall, sap njëri telefonin vëlla. Po them një shpërndarje, nuk po them japësh para, nuk po them se s'ke mundësi vëlla, të financosh. Japësh i dorë. Po një like. Po minimalisht kur çohesh në mëngjes, shkon në banjo, shkarkohesh e gjitha telefoni me vete e ke, bën scrolling, bën procrastinating aty pafund. E marrë të mira, ati shoku tat nuk i jep dot një like. Ore më budallaj në botë jam shoku jot. Unë pse t'jap like aty? Mendon se ti ndjek gjitha ato në Instagram, as ti mua as unë ty. Po t'jap like vëlla për të dhënë një boost. Se s'm kushton gjë vëlla. Aq ndor sa kam mundësi me ta bëj të mirën pa ma kërkuti. Po kjo është pastaj çështja si e shikon ti vëlla gjën tënde, si e shikon realitetin, si e shikon jetën. Domethënë si do ti me u projektu të tjerët. Dhe unë me këtë lloj podcasti kam pasur përmbylljen e fazës ekzistencialiste vëlla. Domethënë aty kam kuptuar kush më do, kush nuk më do, kush më qëndron pranë, kush nuk më qëndron pranë, kush më ka parë si për të vjelur, kush ka parë për të përdorur, kush a ne. Kuptoj. Shpen, unë jam një sipërmarrës i ri, domethënë në moshë të re. Edhe nuk më intereson politika hiç. Mendoj sa të ndryshimin për vedi, për familjen time, sa do pa klienta që kam, mune me bë me biznes. Edhe me ato pak video mune me motivu për shkak dikën tjetër të ri. A mendon se duhet mu shqetësuan, mu përfshi disin politik? A mendon se nesër mas nesër kam me kanë ai rrollës apo të vazhdojnë punën time edhe shoh hallet e mia? Shikoj vëlla, politika kërkon një lloj stofi politike. Politika nuk e bëjnë të gjithë. Problemi është që ti nuk duhet të huajsohesh nga politika. Që do thotë ti duhet të jesh në kontakt të vazhdueshëm me politikën, sepse politika merr vendime edhe për fatin e startupit apo biznesit tim edhe tëndit. Pra nëse del Edi Rama tani ja fut kot, thotë shikoj se në mbi xhiron 1.500.000 lekë në muaj, ti do të taksohesh 50%. Ikën një lëshon plumët. Andikon politikat e ty? Direkt, bla. Të dërmon. Të unë edhe të familja jam, edhe të gjithë njerëzit pasonija. Pra nuk duhet lënë ata në të huajsim total. Se ky të lej të huajsimin a ka marrë në qafë, ti, Xhulja. Nuk më intereson politika, po s'më intereson se unë familja ime, se gjitha, vëlla, po dale se korat e mira sollën njerëz idiotë, të paaftë, po marrin vendime ata. E marrin vendime për mua dhe për ty. Parlamenti i Shqipërisë është turp i Zotit, kush e shikon? Se kam diskutuar 50 herë, s'du me bë politikë. Pra, llogaritë pak kush do jetë në parlament dhe kush do marrë vendime për mua dhe për ty, do hartoj ligje ata, vëlla, për mua dhe për ty. Kupton, Zeqinea. Domethënë, mund të jetë vajzë shumë e mirë, nuk e vendos fare në diskutim vëlla që është vajzë e mirë e përgatitur e gjitha me radhë. Po modeli që përfaqëson vëlla është i gabuar. Kaq, domethënë, neve duhet sigurojmë atë pavarësinë ekonomike dhe duhet me kriju shumë portofola. E krijove këtë, e strukturove gjitha, po futën në diçka tjetër. Bli aksionet diku tjetër. Portofol.
Nuk janë budallenja ata të pasurit që na thonë ore portofole. Ore hap 15 akaunte, 20 akaunte, nuk ka kanibalizëm se dëgjoj shpendi apo xhulo. Le të jetë aty vlla, 10 u bën 500. Like apo 1000 like apo 2000 like. Neve jemi me atë idenë që shikoj se një vend të nxjerr një rrogë gjithë. Nuk ka. Po u futen gar, jep për i pari, mos dil fare, ti jepi drejtim. Milioner valla, projektoj vetë milioner. Çka ke, ne kemi biznesin e tartës në dorë, shumë pak e kuptojnë. U shtofshin ata që nuk e kuptojnë biznesin tonë. Se kam shumë për neve. Janë zënë mineralet, kromi, ari, gjitha. Nuk kemi neve bolsa me shku tani me pas ushtrime 500 veta të mbrojnë ty $30 milion pasuri ari, rezerva apo krom apo naftë gjitha. Kanë darë Amerikanët, Rusët, Rama, Berisha, X, Y, kanë darë të vetat. Ne çka kemi? Atë që janë të ignorant, ata nuk e njohin botën e metaversit. Neve jemi futur në metavers. Bëu më i miri këtu vëlla, mos u merr të ari. Nuk e kap doti djalin e një biznesmeni që merret me ari. Se njeh tregun ai. Njef Afrikën, njef tjetrin. Çfarë mund të bëjmë? Ne bëjmë këtë. U shtofshin ata që nuk e din vëlla. Çfarë ardhur është mund të cilë YouTube nuk i kanë parë në nëndra këta. Ama nuk t'i sjell mrena natës, as mrena një viti, as mrena 2 vjetësh. Domethënë, unë kam parim timin Mr. Beastin. Historinë e tij, se pëlqej kontenti që jep ai. Është kontent all amerikan, kështu. Stereotipi Fred Gill, Homer Simpson, pin bira dhe shikojnë idiotliqe. Po ka sukses, është i suksesshëm. Është bërë viral pas 476 videosh. Atë kam kështu vlla. Sa jam unë? 209, po. Larg 476 akoma. Që ju desh këtij pacientit që ka treg më të madh se sa unë. Llogaritë çik vështirësinë deltën e gabimit herë 2. Nëse të janë dashur 476 video, mua më duhen 952 vlla. Aman e di që pas 952 videosh apo 1000 videosh, algoritmi s'ka ku në të sëmës të vej se do ta kap, se s'bën do ta kap nga do ta kap prej zinxhirësh vlla, nga brirët. Po derisa ta kap unë, do m'lodhi. Edhe unë kam bërë kontratë me veten, s'ke për të lodhur, do regjistro si kafsh. Aty puna jote është do dalësh, do marrësh njerëz ftuar, do prodhosh content. S'ka gjë, edhe pse nuk je mirë me shpërndarjen në Instagram, në TikTok, më the tash se s'ke stafin e gjitha me radhë. Ti do kesh contentin furri bukës. Furri bukës është aty. Në një moment krijo një buxhet, merr 2 çuna të mira aty që të fillojnë edhe krasitje. Kjo është ideja, valla. Domethënë nuk mund t'i kapësh dot këtu të gjitha. Vash, step by step. Mbyllet YouTube, u ngrit YouTube, hapet Spotify, Twitch, Patreoni, GoFundMe. Hidhni, unë i bëj thirrje njerëz, o pacient, mos më thoni u shitë necër te oligarku. Atë që i thash Jonës për 10 milion euro. Se unë them ty hajde dono $1, 500 shqiptar, nga $1 u bën $500. Me $500 unë paguaj qira, ujë, kam mundësi të paguaj Jonën për gazetare. Po unë diku do t'i nxjerr do lekë valla. Pra do vi Xhule që është oligark, thot vlla, na 30.000 euro në vit dhe më bëj këtë reklamën. Mos më thuaj pastaj gash ti ushita. Po. Se gashit ka dal borxhi duke thënë vlla, bëu na $2 gjithë. Edhe financoni ti refuzojmë këta. Po tash gashi hero. Ti të rish duart trokazesh nga komoditeti i shtëpisë me dashnoren apo me gruan. E çikosh gashin që gashi lodhet nga 5 orë, 6 orë regjistrime. Edhe më thosh pastaj të shikoj se ushite ti. Jo vlla, këtë nuk ta pranojmë bot. Unë nuk shitem jo se thon këtare, nuk shitem vet, a kupton? Po llafi që bie është në momentin që mua më vjen nga Zamirmani thot gash 200.000 euro vlla në vit, do japësh Green Coastin. Do vinë këta të Green Coast do bëjnë intervistë ty. Mos pretendoj që unë ta refuzoj shoku. Për të vetëm në arsye që ty të humbet drejta se unë të kam thonë, bëu gati të gjithë bashk, jepni 200 fish më pak se sa që po jep ky, po që t'jemi juaj. Dhe shumë pak veta e kanë kuptuar, vlla. Gash, po ti po lyp. S'ka më pse të lyp se. I vete i trokas Ramës në deri dhe më mret. E di që duhet një sniper si puna ime në media, po gash, e di që më duhet se ke bagazh për luftë politike. Ku, si, qysh dhe kur janë 4 pyetjet që bën Rama. Ku e do, kur e do, si e do dhe pse e do. Pra ku e do pronën, shtëpinë, makinën, dashnoret, gjitha me radhë, si do ti vlla. Po tjetë për të shitur, nuk shitem as te Berisha, as te ty, as te tjetër, shko te Mreti.
Që un posta për te. A kupton? Po. Edhe mbyll dill me më të madhe, nuk e pse merresh me Lara. Nuk kupton shpenin? Këtë nuk kuptojnë njerëzit vëlla, që biznesi është biznes, ne kemi dalë për të fituar, nuk kemi dalë për të argëtuar njerëzit. Po. Të na quajnë entertainer ne, nuk jemi entertainera, ne jemi duke mbushur frigoriferin në zotëri. Një njeri mbush frigoriferin duke nxjerr hallatet në Big Brother, një tjetër duke shitur borxhet e bixhozit e të kokainës. Qajmë së bashku se un kam humbur shtëpinë. Ti dhe un dalim nga mëngjesi deri në darkë për të prodhuar gjën ton. Tjetra hap shalet, tjetri bëhet gay, tjetri shet mall, tjetri shet bar. Ky është tregu vëlla. Ne kemi gjetur një treg, tregun mediatik të vogël të YouTube-it, që është shumë i madh në botë, po është i vogël në Shqipëri. Po mos më jep këshilla për biznes, ti që je 8/4. S'më jep dot apo ti që nuk ti me buxhet, ti me 700.000 lekë në muaj. Si do më tregosh ti mu për të mirën e përbashkët se si do eci biznesi? Ti kur çeke ka gjeni pse nuk hap tatin? Dhe këto lloj hipokrizira vëlla më shkatrojnë fare. Gasht duhet të dalësh vëlla në media. Ore Hajdar, ti kujton se unë nuk kam oferta, unë refuzoj oferta. Se s'du, e kam zgjedhje të lirë. Çfarë thotë duhet dalësh në media që të mbash? Ka kënaqësi më të madhe se sa unë thonë gashi trurit. Kam 6 muaj bëjën, ti bën 1 muaj, unë bëj 6 muaj vëlla. Për 6 muaj kam bërë sikur jam 3 vjet në treg, vëlla. Dale se do të më marr çik meritat vetes, unë e di kush jam, pa çka se jam modest, du me majt, mos me fluturu me presh. Du me pa Stambollin në forma tjera, jo nga preshi. Po punoj si kafshë vëlla. Nuk s'di me thon fjalën e mirë, po mos më çaj trapit, më thuash Helmin se Helmin e diun, o ti zotri e diun që mund dështoj nesër, e mbyll. E di që mund të vdes, dal që këtu mbie infarkti vdes, mbaroj çfarë do lloj Andresh, do lloj fiktive të gjitha. Helmin mos ma thuj. Ke mundësi me më thoni fjalë të mirë të eci pare, jo. Në të kundërt, shut the fuck up, la. Mbyll e gojën. Nuk dua ta gjoj fare, di shumë mirë, ama që inteligjenca ta kuptoj që x, y, z probabilitet. Nuk ke gel ti shqiptari mesatar me 500.000 lekë rrog, në tregosh çfarë është jeta. T'japim mend vlla ata që nuk din, edhe ata që nuk kanë. Po të shkosh në për grupe shoqërore të gjitha, qa janë më të mbaruarit, janë ata që flasin më shumë që japin mend të gjitha, se do të bërë kjo, do të bërë ajo të gjitha. Ai tjetri pa punë me 2.000 lekë e mamit. Po tash ka logjik. Po s'ka logjik apo? Me 2.000 lekë e mamit jep mend ai se si jetojë tjeta. Ti jep mend për sjelljen me gruan një njerëz që rref dashurën e vet nga mëngjesi deri në darkë. Të bën predikime prostituta, të moralit, a kupton tash hajde këtë ma gjeti. Dalin eskorta në televizion të japin menja për model. Qa model jeti që bën twerkën? Apo që ke vajtër e bën nevojtoria e shejikut në Dubai? Nevojtoria humana. Do të thënë, janë disa gjona që unë refuzoj të kem të bëja ata. Domethënë e kam kështu si te Rick and Morty është Tiny Universe im ai podcasti vëlla. Kam mbyllur punë me të gjithë njerëzit, takoj vetëm njerëz që du vëlla. Kam humbur kontaktin me çdo lloj vrime të zezë që qarkullon në Shqipëri. E shoh që vetë identifikohesh se është bërë pjesë e jote, është si fëmia jot podcasti. Gashi Shtajnë. Po. Kush do ishte gashi pa podcastin? Gashi pa podcastin vëlla? Nuk e kisha menduar ndonjëherë të pyete kush do ishte gashi, por më shumë mundsi do ishte një pedagog. Do vazhdoje prap pedagogjinë e gjonat. Po mos isha në media do kisha vazhduar jetën akademike. Dhe biznesmen po. Po do isha biznesmen, do isha marrë, domethënë do kisha krijuar kapitalin dhe njëjtë e dura për të marrë me logjistikën, me transportin, e kam shumë qef. Po, kesh maunet më dha vetëm. Ti vetëm biznesi nuk mbaron kurrë, as në kohë lufte, as në kohë paqe. Është transporti që nuk preket ose posta. Domethënë do kisha bërë diçka, po mendja ime është international vëlla. Domethënë tani gjithë stadi im është si me kalu nga podcasti në fshatin e Tiranës në worldwide. Sepse kam parë Joe Roganin vëlla.
guru Sada gjitha. E martë e mira nuk thon as lloj gjoje nga ndryshe nga neve valla. Biles ne jemi më të thellë ndonjëherë. Po kanë treg më të madh me marrë e mira, kanë shpërndarje më të madhe dhe kur mendoj domethënë çan na penalizon fakti që Kanë pacienta më shumë. Që kanë dhe pacienta më shumë, a kupton? Ne na penalizon fakti që kemi lindur në Shqipëri, a kupton çfarë fatkeqësi është valla. Po e mira që kena linë në Shqipëri, ç'është? E mira që kemi lindur në Shqipëri valla është instinkti. Instinkti mbijetesës, kemi instinktin e mbijetesës të frikshëm. Ndryshe nga një amerikan që është rritur me XYZ, ne praktikisht jetojmë pa shtet. Ku ke siguri juridike ti këtu. Ke daja në çdo lagje, ke të fortë në çdo lloj lagje. Praktikisht vllai zero, domethënë policia nuk funksionon si duhet, shteti, gjykatat jo, e bla 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 bla. Çfarë bëjmë po jetojmë? Domethënë ne kemi instinktin që mos duhet të kemi një shtet funksional që të jemë unë funksional. Ne po punojmë kaos vlla. Po jetojmë kaos, po mbjetojmë kaos. Dhe kjo lloj gjëje neve na ka kur veten në një sistem të mirë formuar ti je raket. A kupton shpenë ne jemi raketa valla. Vemi në Amerikë gjitha, ne dim me bë lek. Dim se zë lekun, punon si kafshë, dim se ç'a është mungesa. Kus në Amerikë është security number që kur lind vlla. Hidhen ca lek aty gjitha. Rri dhe homeless ti. Kalojnë ca lek, por rri homeless. Do të thënë nuk kanë instinkt ata mbijetese sepse janë popullsi e cila jeton në një standard shumë të mirë, në thelb. Kurse neve jemi lindë vlla dhe inshallah pa qetën e gjatë, kupton? Kjo është instinkti mbijetesës e kemi shumë kështu. Shpen, në ke thonë që në gjumin natën e bën top, se edhe nuk ke frikë me ecë natën, i kalon ja 2-3 tunele me shku deri te shtëpia, s'ke frikë për errësirës, se nuk ja ke shkel, si më thon drejtën as shuj. Po ndoshta më morën nga ana podcastit ose si përmarrjes ose ëndrës që të ndërtu. Ç'a të lën pa gjumë natën? Pa gjumë natën mua. Faktikisht nuk ka si lloj gjoje që më lë pa gjumë valla momentalisht. Kot vetëm me kriju në gjë me u duk bukur në reels, po e bëj gjumin top fare valla. Do të nonën dhe babën e kam mashallah me shëndet, vllajën e kam mashallah me shëndet, ata 5 miq që i dua dhe më duan i kam mirë me shëndet. Borxhe nuk i kam njeriu, hasmëri nuk i kam njeriu. Janë njerëzit në borxhe me mua. Më shumë kam dhënë se sa kam për të marrë nga njerëzit. Ndihem super i lumtur që zhgënjehem për ditë nga njerëz. Nuk e ke iden që lumturia kam valla kur zhgënjehem nga njerëzit. Pse? Po sepse një më pak valla, një më pak hide. Hide nga varga, nuk ka ç'a duhet është. Pesh. Pesh e kot. Kuptoj. Dhe mbyllet rrethi aty. Se s'kemi më kohë të eksperimentojmë valla tash. S'mund të eksperimentoj do jam 32 vjeç, e mbaj mend si dije kur kam vajtur në klasë parë në kolegj me tufën me lule me gjyshën dies pasta. Duket sikur ka ndodhur dije ndërkohë që është 20 e kusur vjet para, 25 vjet para. Duket si dije. Do jem 50 vjeç kur të flas po prapë me ty për si për marrjen, suksesin, na dështimin, na bla bla bla, do më duket mbajt më në një podcast i parë para 20 vjetësh. Do jem 50 vlla. 60 ikën jeta. Vetëm me e përmbush. Kemë të bash sa më shumë gjëra të mira në shpirt. Duhet ta mbushësh me gjëra të mira, me dritë. A ke mundësi me kultivu dritë vëlla. E kemi gjithë keqen frika nga errësirat e tij. E kam poshtur vllai frikën e errësirës. Shumë herët. Si? Apo përballem me vdekjen vlla. Nga një smundje, kupton? Që mund të kishte edhe të kisha vdekur. Shptova warrior. Pastaj kontakti me vdekjen nga gjyshja që njeriu që kam dashur shumë botë që 8 vjeç pra. Pastaj janë këto dhimbjet e krizës ekzistencialiste të adoleshencës, më thet tash. E kam përqafuar dhimbjen, errësirën e gjitha, i kam parë demonët e mi vëlla deri se ku vete, i kam varrosur si titanët Zeusi. Dhe errësira nuk e ndjen errësirën njeriu që ka dritën vëlla, sepse drita e shmang errësirën ose errësira mbulon dritën, nuk mund të ekzistojnë të dyja në njëjtën kohë, kupton vëllai ndat. Po të kesh dritën me vete ti, nuk ka errësirë. Kudo që shkel nuk ka errësirë vëlla, s'ke pse të kesh frikë. Ha njëra tjetrën. Ata njerëz që kanë frikë nga errësira vëlla duhet të gërmojnë mrena shpirtit të tyre se kanë skuta të errta që si kanë eksploruar akoma.
Domethënë çdo lloj gjë që neve na vjen jashtë, ndoshta është refleksionit për brendshmes tonë, ndoshta nuk di ta vërtetoj këtë. Tez. Pyetja e fundit është bërë si pyetje tradicionale për këtu, me që ideja është me dhënë motivim të rive shqiptar. Një ri që është jashtë shtetit sot, është student ose ka kryer një shkollë, ka një skill, një profesion, një diçka. A do e kishe thënë me u kthy në Shqipëri apo jo? Jo. Pse? Unë jam shumë kundër asaj shpresë të JF Kennedy-t mos pyet se çfarë mund të bësh, mund të bëj shteti jot për ty, po çfarë mund të bësh ti për shtetin. Unë jam te Gérard Depardieu. Ku mutin ishte Franca kur unë jetoja në Bindovile me nënën time të braktisur nga babai. Ku ishte Shqipëria kur unë vajta grop me minus sepse Edi Ramës ju tek që të firmoste një tender që të fitoni disa oligark lek nga shproncimi. Ku ishte Shqipëria kur djali ka lënë nonën dhe babën në varfëritë të iskajshme dhe ka marrë rrugët e Kurbetit me kokën qesk. Ku ishte Shqipëria? A dhe të bëhet ai vendi që t'jep të mundësi vlla. Shqipëria nuk është, fatkeqësisht nuk është atë për asnjë shqiptar dhe fatmirësisht për Shqipërinë vlla mbahet nga ndjenjat irracionale të dashurisë që neve kemi të lidhur me tokën. Dhe unë i bëj thirrje të gjithë të rinjve shqiptar, as mos ta kthejnë kokën pas, t'i lënë këto patetizmat Shqipëria e le Shqipëreshi, sepse kanë vetëm një qëllim, ta bëjnë jetën e tyre sa më të përmbushur. Ne jemi qytetarë të botës, duam apo s'duam neve valla. Dhe do shkosh atje ku ke mundësi. Ku t'jep mundësi, nëse t'jep Amerika mundësi, ai është adeu jot. Nëse t'jep Anglia, ai është adeu jot. Nëse t'jep Gjermania, ai është adeu jot. Se po t'jep Shqipëria vetëm të merr vlla. Asnjë lloj gjë bile se të historinë na e kanë treguar gabim. Na e kanë mbushur me patetizma. Mujo Ylqinaku që doli me luk çaj luftoi fashizmin. Skënderbeu hero kombëtar. Kam te podcasti kur të vish ndonjëherë për intervistë, për bisedë, kam nga arkivat sekretet të Vatikanit letër këmbimet midis Skënderbeut dhe Muradit II dhe Mehmetit II. Krye diplomat. Shqiptarët nuk e din fare se çfarë diplomati ka qenë ai, e din vetëm kështu hero kombëtar, se këto janë tokat tona bab, ky është adeu. Ku dreqin e dinte Skënderbeu 1420 kur ka qenë 18 vjeç, 15 vjeç se kush ishte adeu. Se më të shmenen adeu. Atë princër feudal me bujkrobër. Kështjella tokat e mia, toket zanun. Çeka adeu. Shqipëria 1420 nga 1430 pas ka qenë Shqipëri, Arbëria, ai vilajeti i Rumelis, pjesë e perandorisë osmane, perandoria osmane në ekspansionin e vet më maksimale, a kuptoni, si Amerika sot. I pas ka bo Gjoni, Skënderbeut, kujdes bab tokat tona. Edhe në letër këmbim janë premtuar tokat e babait Skënderbeut. Edhe nuk e ka dhënë Muradi II. Janë arkiva e Vatikanit vlla, nga Mark Palnigaj. I kam blerë ato librat me lekët e mia. Dondemi me dhondurati, thash të vlerësojmë shumë duke t'i blerë se i lexoj. Njerëzit nuk e din. Pra neve jemi se Shqipëria na ka dhënë derë. Jo valla, Shqipëria më ka çnderuar, kudo që vete që jam jashtë, po jam shqiptar, më shikojnë si mafioz. Unë djalë me mesatare 9.23 në shkollë. Më shikojnë kështu, ma bëjnë me gisht. Ty e mua e çdo shqiptari tjetër në pjesën ndërmuese. Ma ka mbyllur tjetëra në Gjermani, që penin se s'dia gjermanisht që flisën anglisht, Auslander, tha, ma mbylli. Si me ta bo ty, shitja e kioskës Pepsit. Qa i ndodha ty? Me ta mbyllë. Ta bonte ajo, vlla, aq pak vlerë kishte ty. Pra ishin Gjermanët, Turqit, Kurdët, gjitha, qend, jashtë e qenve 300.000 shkallë, pastaj vinin shqiptarët. Se Shqipëria jonë, jo vlla, kjo nuk është Shqipëria jonë, është Shqipëria këtyre lartë që po e vjedhin vlla. Shifliku këtyre. Shqiptarët, në qoftë se duam me ardh, duam me u bashku, hajde të krijojmë atë çetën që thoshte Axef Pllumbi, çetën e intelektualëve, të bëhen bashkë me çport këta. Po me ardh me investu në Shqipëri që të fitojmë prap djemtë e këtyre këllirave që janë pushtet, jo. Jashtë.
Jashtë vlla, bëu i zoti. Dubai, Oman, Amerikë, Vietnam, shko kudo. Je individi vlla, nuk je shtet. Ti je shpirt i lirë. Shko ku dush aty ku je rahat. Çfarë është kjo? Çfarë ka bërë pyet ti? JF Kennedy po të ishte aq presidenti mirë, nuk do kishte dashnore me Marilyn Monroe në burr tash. Ta bëjnë kod tani. Po. Apo Bill Clinton. U sulmu Kosova se bate dot Gencin Clintoni vlla me Monika Lewinskin. Duhet një skandal i madh që në iki skandali seksual. Themi ne Safet Gjicit, ka qenë Bill Clintoni me Monika Lewinskin në zyrë ovale. Dhoma më e famshme e botës bëi seks kështu barbarsha. Janë ca patetizma që unë nuk i duroj dot. Çfarë jam krenar që jam shqiptar. Jam krenar që jam shqiptar. Çfarë krenari e ke më thojti më një krenari që me qenë shqiptar? Ma thuj, të lutem, ma thua do të një krenari për që mund ta ndjeshi që je shqiptar. Lufta që kanë bërë para. Kush luftë? Çfarë lufte kanë bërë këtu? Lufta me mbrojt. Sot mund të kishim fol serbisht, mund të kishim fol turqisht. Neve sot vlla, flasim shqip sepse kanë dashur austro-hungarezët. Po. Janë rregull me shpenin? Po. Mbaroj. Osmanisht ke folur deri në 1912-ën. Turqisht. Turkalie. Letrat pagan. Se populli s'ke çati boshti. Ne kemi komunitetin në Romë dhe egjiptian që në fund ditës ata na drejtojnë neve me shqip në për letra zyrtare apo kur vjen gjithave me njëri tjetër flasin dialektin e tyre, gjuhën e tyre. Gjithsesi unë kam respekt për ata lloj komunitete, nuk i shikoj kurrë. Do të thënë një gjë që unë e urrej vëlla është racizmi, e vetme gjë që është po të fillosh bësh racist ky ashtu, a kupton? Atë bezdisin njerëzit që janë të ardhur prej vendeve Pakistan, Bangladesh. Jo, mua nuk më bezdisin ata, mua më dhën për vendin tim, edhe për popullin tim, ma caron populli mua, nuk e kam fare me ata. Ai do vije kur. Ne jemi vendi i fundit në botë që duhet kemi këto lloj pretendime se ne kemi vajtur tjetër në shtëpi vëlla, Greqinë, Itali e gjitha. Që e marrë dhe mirat i ke qenë popull emigrant për vete, mos u sill pakën, Po. Sillu si çdo dohet silleshin me ty. A mendon se kanë me mujt me u integru, për shkak të marr parasysh edhe natyrën e shqiptarit, po edhe gjuhën, për shkak që është një gjuhë më e vështirë në botë më mësu. Edhe mindsetin e këto. Besoj se po besoj se ka për të futur edhe do internacionalizohet edhe gjuha këtu. Do flitet anglisht shumicën. Euro të shfutur. Sot pagum në euro kështu. Mjafton ato kaçolet ton kjanse. Do të thonë nuk ka se janë përkohshëm, mund të jenë edhe përhershëm. Për mua apo bëhet vonë. Unë jam të shpreha e Faik Onizës, Shqipëria do bëhet po pa shqiptar. Cinik ishte i shkrete, s'ka qenë një karakter i mirë, se cinik ishte Faik Oniza, apo e ka goditur sa gjona. Shqipëri të kam dhjerë, nuk të mora vesh asnjëherë. E ka thonë ai zotëria. Ndërkohë që fishta i madh, heroi jon kombëtar i vërtet, është o Europë kurva e motit. E po janë dy kolosa këta, valla. Që shqiptarët nuk i njohin. Nëse për mua ka krenari në herë më të madhe, është vetëm fakti që ka qenë shqiptar atë Gjergj Fishta. Antari 5 katedrave shkencore europiane. Poliglot, 7 gjuhë të huaja në mënyrë perfekte. Frat, se mbuhet mishi kokra për ata, ka mbrojtur xhamia. Po. Dhe ka vajtur në mes konferencës Londrës edhe ka tall gajden me ambasadorët e Europës, duke i thënë nuk ulem karrige pa ngjetur vrimën te karrigja, sepse i Serbia atje ka thonë që ne shqiptarët jemi me bisht. Du vend për bishtin. Dhe ka refuzuar çmimin Nobel në letërsi vetëm se te mrizi zanave duhet të ishte 2 strofa. Edhe i ka thonë mrizi zanave dhe lahuta malësis vetëm për të 2 strofa janë bo. Edhe ka refuzuar çmimin Nobel vlla. Në qoftë se mund të jemi në krenar, është vetëm krenar për Gjergj Fishtën. Qa kollosi dhe qa njeriu madhështor ka qenë, kupton, qa filozofi, qa euriditi. Nuk jam unë krenar për Enver Hoxhën, vlla. Nuk jam unë krenar për Koxhizozën, për Mehmet Sheun, për Sali Berishën, për Edi Ramën, për Fatos Nanon. Janë turpi jonë.
Në turpi të gjithëve neve. Kjo klasë politike është turp. Kjo klasë shoqërore e Shqipërisë është turp. Ka qafër e Europës edhe ka larg. Më tha që kena shumë figurë që si njofim. Që s'përmenen e kështu. A mundesh me listu disa figurë që ndoshta sot e shef dikush një student, e shef dikush një disa figurë që ti mendon se Ti ke prek Bip Dodën. Ke Det Gjolulin. Det Gjoluli vlla ka ngritur flamurin shqiptar në 1910-ën, 1911-ën, nuk e njeh njeria, kupton. Është atë Gjerfishta. Është i tjetër i Dibrës se harrova tash. Me emër Haxhi. Harrova tash, po ke pa fund vlla. Domethënë po ti futesh historisë tonë, ke pa fund. Domethënë mjafton vetëm ti Mitat Frashe. Mitat Frashe nuk e njeh njeriu kush është Mitati, as për fytyrën nuk e njohin. Ti lexosh ciklin shqiptar të Mitat Frashit, është dashuri në vetë aty, e kupton domethënë ça. Se si jemi formsuar ne si komb. E tregon Ata kanë qenë kavaz, gjitha shqiptarët ishin agresiv, po nuk ishin batakçinj, nuk të vrisin. Pra, ai mund të vriste ty për çështje nderi kur të kalonte nga një krahinën tjetër se ti e trajtoje si qend, vriste, po shumica e viktimave që gjendeshin nga shqiptarët ishin me të gjitha arin, ora të gjitha sepse nuk plaçkisin kufoma. Të vristin për nder. Me sa diun edhe kur e kanë bërë dikë, e kanë sell me kokë nga dielli, nga dielli, pushkën. Po, dhe pushkën që e kanë vrarë unë. Edhe i bona adetet. Dhe ka qenë tek Mitat Frashi kam kuptuar që për rojat e Vatikanit janë zgjedhur, ka qenë balotazhi midis rojave me origjinë shqiptare dhe rojave me zviceran, sepse ishin më besnikët vlla. Domethënë vetë në raportet e sultanatit Portës së Lartë ishin 9-10 shqiptar janë të besueshëm, 1-10 serb është i besueshëm. Janë gjetur nga arkiva. Edhe ishin kavaz, njerëzit më besnik. Edhe vetë Skënderbeu po ta shikosh vlla, ishte krye Janiçeri, pra stërvite me Mehmetin e dytë vlla. Mehmeti i dytë ishte perandori i botës, i arshme. Stërvite me atë vlla. Shok ngushtë. Ja rritur bashkë. Pallat. Po shtoi Konstantinopolin apo jo? Ai Buçi, ai zotëria. Nol. Ai zotëria, po. Po, ai zotëria që domethënë neve kemi në çdo lloj krahine, po ti futesh ka njerëz që të frymëzojnë vlla. Neve kemi kapër më bastarët, ke Vasil Shanton, shkollë, ai është Vasil Shanti që është pedofil vlla, kupton, pedofil komunist serb, jugoslav. Ne kemi emër shkolla. Ke dushamu Goshën hero kombëtar në historiografinë shqiptare. Agjenti UDB-s kanë sepse këtu miku im flitet shqip edhe mendohet serbisht. Unë këto ja kam bindje. Ne jemi filo-jugoslav. Politika jonë është filo-jugoslave. Bëhet për hesap të tjerëve, nuk bëhet për hesap tonin. Thonë Gaddafi diktator. Ka diktator më të madhe se çka përjetu Shqipëria? Ne vidhemi për ditë, o zotëri. Mosha ime, mosha jote nuk e çojnë menje martesën më se thonë vlla, janë gjithë ato shpenzime, gjithë ato gjona. Le tash dashuria për fëmijën e thet tash to. Ndjenjat humane. Por racionalisht nuk e krijon dot familjen pa 3-4 mijë euro në muaj, o zotëri, është faktike, nuk është më luks. Ne vetëm vidhemi, sa taksa paguan koti, unë s'di sa taksa paguaj kot vlla. Po. Gjelbërimi, unë shoh gjelbërim kund, gjelbërimi thot. Paguajnë 3 herë akcizën e naftës. Nafta jonë është bastarda. Qa janë këto kastrate, gega e më thet tash, to janë gjitha me mazut të burr. Të gjitha prishin makinat. Tregon mu për çfarë duhet të jesh krenar. Pra si lloj gjoje s'ke pse të jesh krenar valla. Për Shqipërinë e sotme para si lloj gjoje. Po duhet të jemi krenar për mafjen, po. Domethënë bandat tona më në fund u strukturuan dhe u bë mafioze. A mendon se po të kishim vu një krye mafioz zotin që ka një strukturë kriminale të mirë, ndoshta mund ta kishte strukturuar më mirë shtetin? Po. Po. Ne do ta jap me shembull real, që ta kesh për kuriozitet. Po. Lucky Luciano e njefte. Po. Lucky Luciano me dekret presidencial të Rooseveltit i është kërkuar ekzili i përjetshëm nga Amerika në këmbim të burgut të përjetshëm
dhe ka jetuar dhe ka pleqëruar në Sicili vetëm të kontrollonte portet në kohën e luftës pas Pearl Harborit. Dhe Lucky Luciano nëse nuk do ishte krye mafioz, mund të ishte kandidat për president. Ishte fenomenal menaxhim. Dhe unë njoh nga bota e errët, njerëz janë fenomenal inteligjencë. Që po të jenë në jetën e drejtë, në jetën e dritës mund të jenë kryetar shtetesh. Sepse menaxhojnë njerëz, din me menaxhu, me inspiru njerëz. Ndërkohë që ke këta kukullat që neve kemi politikanë që janë mediokër në kushtet më ekstreme valla. Unë që njoh nga afër, mediokër, njerëz të vegjël, pa pik bote, top ping-pongu e kanë diapazonin. Dhe janë sa Allen Pirsa hajduta të tmerrshëm, kleptoman, se hajduti është mund vjetesh edhe bukën se je i uritur, po kleptoman, janë të smur. Çfarë do të thon? Kleptoman është një njeri që e ka smund, e ka ves vjedhjen, të vjedh. Po. Gash, shumë faleminderit se ishe, është kënaqësi me të një gjithmonë. Respekt. Respekt. Je i mirë pritëm.